Kanë kaluar plot 10 ditë nga data e kopshme 26 nëntorit, ku artisti i mirënjohur Shpat Kasapi mbylli sytë për gjithmonë duke lënë pas një dhimbje të papërshkrueshme. Pas këtyre ditëve zi dhe heshtje totale, bashkëshortja e tij, Selvia Jau, ka bërë lëvizjen e parë publike në rrjetet sociale, një veprim që flet sa 1000 fjalë. Selvia ka vendosur të bëjë një pastrim radikal në llogarinë e saj në Instagram, duke fshirë çdo gjë dhe duke ruajtur vetëm 3 foto. Duke se në këtë periudhë të errët, ajo do të mbajë në profil vetëm kujtimet më të shtrenjta. Por ajo që ka prekur zemrat e ndjekësve është një detaj te fotoja e ditëlindjes së djalit të tyre, Roel, me 5 dhjetor, ku ajo ka ndërhyrë në mbishkrimin e fotos, ku Shpati shfaqet i lumtur me të birin duke shtuar një dedikim që të lë pa frym. 5/12/2025, babi do të jetë engjëlli jon mbrojtës derisa xheneti të na bashkojë inshallah. Kjo fjali, e shkruar me dhimbjen e një nëne dhe gruaje që humbi mbështetjen e saj më të madhe, tregon se për Selvien dhe Roelin, Shpat Kasapi tashmë është ndruar në angjëllin e tyre mbrojtës. Ndryshimi drastik i profilit dhe ky dedikim tregojnë se ajo po përpiqet të gjejë forcën për të ecur përpara, duke u kapur pas besimi se një ditë do të ritakohen. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.